Detajet mbi aktivitetin në Shqipëri të kompanisë Hill International mësohen nga dosja e prokurorisë së posaçme për tunelin e Llogaras. Emisioni Plug e lexoi me shumë vëmendje vendimin për komunikimin e akuzës për shtetasen Mierzeta Kashnica dhe konstatoi disa të dhëna shumë interesante, për të cilat investigoi edhe më tej. Në faqen 4 të vendimit, prokurori analizon konsulencën nëpërmjet emaileve mes Hill International. Në vijim përshkruhet se në datën 3/12/2020 nga shtetasi Josef Obeit, eksperti konsulentit Hill International, është dërguar një email drafti dokumenteve standarde të tenderit për projektin e tunelit të Llogaras. Nga njësia e prokurimit është sqaruar se për hartimin e kritereve të veçanta janë përdorur disa nga kriteret e sugjeruara në draft nga konsulenti. Në lidhje me hartimin e dokumenteve standarde të tenderit, rezulton se në datën 3/12/2020 në orën 15:38 shtetasi Josef Obeit me adresë emaili obeit@alpta.com i ka dërguar email shtetases Arta Gurabardi me adresë emaili agurabardi@gmail.com, ku e njofton se bashkëlidhur këtij emaili do të gjejnë versionin e rishikuar të draft dokumenteve standarde të tenderit. Po ashtu, në datën 3/12/2020, shtetasi Josef Obeit i ka dërguar email shtetases Jetmira Dervishi, ku bashkëlidhur gjendet dokumenti titulluar 01 Llogara tuneli DTV, si dhe përshkruan më poshtë se do të gjejë emailin që i ka dërguar më herët Artës. Në faqen 8 të vendimit, prokurori nxjerr edhe një tjetër detaj të rëndësishëm, se edhe afatet tenderuese janë shtyrë me sugjerim të kompanisë Hill International, që ka rolin e konsulentit. Me proces verbalin e njësisë së prokurimit, datë 31/12/2020, bazuar në shkresën numër 8963 fraksion 2, protokoll datë 30/12/2020 të drejtorisë së projektit për asistencën teknike të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë. Shtetasit Ioannis Kirkinezis është vendosur të hartohet një shtojtës duke ndryshuar shtojtësën 12, kriteret e veçanta të kualifikimit, me shkresën numër 8526 fraksion 6, datë 24/12/2020 të sekretarit të përgjithshëm të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë. Shtetases Viola Xhademi është hartuar shtojtësa për ndryshimin e kriterit dhe shtyrjen e afatit të tenderit. Pra, sipas asaj që shkruan vetë prokurori në dosje, konsulenti ka ndryshuar kriteret me shkresë të datës 30/12/2020, ndërsa Viola Haxhiademi i ka miratuar 6 ditë më herët, në datën 24 dhjetor 2020, duke shtyrë kështu edhe afatin e tenderit. Mbasi është lapsus, por me që kemi parë në dosjet e tjera si inceneratorët, check-upi e të tjerë, sigurisht me rilindësit, çdo gjë është e mundur. Pasi lexuam këto dy pasazhe në dosje, vendosëm të investigojmë edhe më tej. Kush janë këta shtetas? Me çfarë kontrate konsulence janë përzgjedhur dhe kush i paguan? Kompania Hill International NV është regjistruar në QKB në datën 21/6/2019 si degë e shoqërisë së huaj. Shoqëria Hill International NV është e regjistruar në Holland. Administratori i shoqërisë do të ishte shtetasi grek Emanuel Sigalas. Adresa e regjistrimit është rruga Papa Gjon Pali 2, ndërtesa numër 12, qendra e biznesit ABA, kati 12. Në shtojtësën shënimet, në bilancin e deklaruar në vitin e themelimit, kompania saktëson. Hill International NV, dega ka filluar aktivitetin e saj në Shqipëri në bazë të kontratës së shërbimit Europe AIT 139.665, fraksion V, fraksion SER, fraksion Pikal, së lidhur midis Hill International NV dhe Bashkimit Evropian, përfaqësuar nga Komisioni Evropian në kuadër të asistencës teknike për forcim kapacitetesh dhe planifikim, përgatitje dhe zbatimi i projekteve të infrastrukturës në Shqipëri. Nga verifikimet e mëtejshme, rezultoi se kompania Hill është përzgjedhur nga Komisioni Evropian në kuadër të programit të veprimit IPA 2015 për asistencën ndaj Shqipërisë në kuadër të mbështetjes së një vendi që ka hyrë në procesin e integrimit dhe kozgjatja e këtij programi, pra asistencës që Hill do t'i jepte qeverisë shqiptare, do të zgjasnin për 36 muaj. Programi veprimi IPA 2015 për Shqipërinë, lehtësimi për integrimin në Bashkimin Evropian, ka një komponent për afrimin e asistencës teknike për qeverinë e Shqipërisë dhe ndërtimin e kapaciteteve për identifikimin, formulimin, zbatimin dhe monitorimin e projekteve të mëdha të infrastrukturës. Qëllimi është të mbështetet krijimi një strukture për të ofruar asistencë teknike për disa institucione, agjenci shqiptare përgjegjëse për zbatimin e projekteve, programeve të mëdha të infrastrukturës në sektor kyç si transporti, energjia, mjedisi, infrastruktura sociale dhe infrastruktura e biznesit.
Atë do të ofrojë një ekip ekspertësh që do të identifikojnë nevojat dhe do të ndihmojnë të trajnojnë institucionet, agjencitë përfituese për përmirësimin e kapaciteteve të tyre për zbatimin e projekteve të infrastrukturës. Atë do të kontribuojë në përmirësimin e aftësive të tyre në menaxhimin e projekteve të tilla, nga faza identifikimi deri në mbyllje përmes trajnimit, trajtimit në vendin e punës dhe mjeteve të tjera të mbështetjes së kapacitetit. Kjo atë përfshin gjithashtu mbështetje për planifikimin dhe koordinimin, përgatitjen dhe përditësimin e linjës së projekteve të vetme kombëtare me prioritet. Pra, është e qartë se kjo kompani është përzgjedhur nga Komisioni Evropian për të dhënë asistencë në Shqipëri dhe për këtë shërbim do të paguhet tërësisht nga fondet e BE, sipas edhe përcaktimeve të fondeve IPA. Kjo kompani, sipas bilancit për vitin 2019, kishte 3 punonjës dhe si objekt deklaron se ka ofrimin e konsulencës për qeverinë shqiptare. Në këtë vit, të ardhurat e saj do të ishin mbi 70 milion lekë të reja, ose 700 milion. Por, disa të dhëna interesante nga bilanci i kompanisë tregojnë se përveç fondeve nga BE, Hill International ka nisur të marrë pagesa edhe nga qeveria shqiptare. Konkretisht, që në vitin 2019 ka përfituar nga Këshilli i Ministrave pagesë 31 milion lek ose 310.000 euro me kursin e sotëm. Emisioni Plug kërkoi në disa databaza për të parë nëse kjo kompani rezulton fituese e ndonjë tenderi në Shqipëri për vitin 2020, por nuk rezultoi një dhënë e tillë. I vetmi moment ku qeveria shqiptare përmend emrin e Hill International është në konferencën e datës 1 korrik 2020, ku shpallin procedurën për rrugën Milot Fier. Por, në fjalën e saj, ministri Aballuku shpreh se kjo konsulencë është paguar totalisht me fondet e Bashkimit Evropian. Gjej rastin të falenderoj delegacionin e BE-s në Shqipëri, i cili ka alokuar një grant për asistencë teknike për rritjen e kapaciteteve të qeverisë shqiptare në hartimin e projekteve të infrastrukturës. Pasi në kuadër të kësaj asistence, mie, me mbështetjen teknike të Hill International, përfaqësuese të cilëve i kemi këtu sot dhe unë gjej rastin të falenderoj për të gjithë punën impenjative dhe shumë të mirë që ne kemi bërë në bashkëpunim. Kjo kompani, pra Hill International, është drejtuesi i konsorciumit që implementon asistencën teknike të financuar nga delegacioni evropian në Shqipëri dhe ka hartuar studimin e fizibilitetit dhe paketën e dokumenteve për këtë garë. Edhe për këtë vit, numri i punonjësve është 3, edhe pse vijon të deklarohet në tatime si një kompani me humbje në shifrën 28 milion lek. Në bilancin e vitit 2021, kompania deklaron ndryshime edhe për 2020-ën, pasi deklaron shpenzime më të larta dhe humbje më të madhe. Penzimet arrin në vlerën 104 milion dhe humbja 38 milion lek. Humbja vazhdon edhe për vitin 2021 në vlerën 12 milion. Në janar të vitit 23, si administrator, emërohet shtetasi Ioannis Kirkinezis. Dhe këtu, duket se situata fillon të ndryshojë për kompaninë Hill International. Në vitin 22, kompania deklaron se ka 148 milion lek të parktuara nga Këshilli i Ministrave, por ka edhe rreth 30 milion të parktuara nga furnitor vendas dhe të huaj. Kujtojmë se në maj të vitit 21, kjo kompani firmosi kontratën me Ministrinë e Infrastrukturës për supervizimin e tunelit të Llogaras. Emisioni Plug analizoi faturimet e kësaj kompanie për të parë nëse të ardhurat e deklaruara dhe të parktuara nga Këshilli i Ministrave lidhen me tunelin e Llogaras apo për ndonjë procedurë tjetër e cila nuk është bërë transparente. Sipas informacioneve të deklaruara në thesar, fatura e parë lëshuar për tunelin e Llogaras mban datën 8/7/22. Hill International ka përfituar për vitin 22 48 milion lek pagesa nga Ministria e Infrastrukturës. Pra, është e qartë se 110 milion lek të reja, shtim në faturat e papaguara nga Këshilli i Ministrave për vitin 22, nuk lidhen as pak me tunelin e Llogaras, pasi e gjithë kontrata për 3 vite do të ishte 196 milion. Emisioni Plug ju drejtua me një kërkesë për informacion Këshillit të Ministrave, duke e pyetur se cila është marrëdhënia që ata kanë me kompaninë Hill International. A kanë kontraktuar ata shërbime nga kjo kompani përtej kontratës së konsulencës që paguan Bashkimi Evropian dhe sa është shuma e paguar nga Këshilli i Ministrave për kompaninë Hill International. Pasi në bilancin e kompanisë për vitin 22, shuma e parktuar nga Këshilli i Ministrave arrin në vlerën e 150 milion lekëve, për vitin 23 është 144 dhe për vitin 24 është 73 milion.
Ndërsa erdhi në Shqipëri si një brand ndërkombëtar me eksperiencë në BE dhe SBA, Hill International në këtë vit do të rezultojë pjesë e rrjetës korruptive të projekteve shqiptare. Në maj 22, kompania Hill lidh kontratën me Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjetikës për supervizimin e punimeve për ndërtimin e tunelit të Llogaras. Ky tender, që është objekt hetimi nga SPAK, e për të cilin Erviz Berberi ndodhet në qeli, ngre pikpyetje të mëdha mbi Hill International, pasi siç është provuar tashmë nga SPAK, tenderi ka shkelje të rënda. Tenderi me objekt mbikëqyrës punimesh në objektin ndërtimin e tunelit të Llogaras në seksionin rrugor Orikum Himar, pjesë e autostradës S8 Vlorë-Sarand, u shpall në datën 25 nëntor 2021, ndërsa mbajtja e tenderit u bë një muaj më pas, në datën 27 dhjetor të po atij viti. Vlera e fondit limit të tenderit ishte 196 milion e 240.000 lek, pa TVSH, apo rreth 1.9 milion euro. Në garë morën pjesë Bashkimi i Operatorëve Staki Limited dhe Geoconsult & Co dhe Bashkimi i Operatorëve Hill International dhe Net Group, ku këto të fundit do të rezultonin edhe fitues të kësaj procedure me ofertën 194.7 milion, apo gati 95% e vlerës së fondit limit. Emisioni Plug arriti të siguroj detaje nga dosja hetimore e SPAK për abuzimet në tenderin e supervizimit. Sipas parashikimeve të kontratës, kompania Hill International NV dhe kompania e Walter Begajt, miku të Erviz Berberit, Net Group, do të duhet të mbikëqyrnin punimet dhe më pas të dorëzonin veprën e përfunduar të tunelit të Llogaras brenda një periudhe prej 34 muajsh. Ky tender dyshohet se është i paracaktuar. Të dhëna të rëndësishme që kanë faktuar këtë fakt janë zbardhur nga mesazhet e telefonit të llojit BlackBerry që SPAK i sekuestroi ish kreu të ARSH Erviz Berberi. Nga hetimi është zbardhur se përfaqësuesi i kompanisë holandeze Hill, Johannes Kirkinezis, ka hartuar dokumentet standarde të tenderit për supervizimin e punimeve në tunelin e Llogaras. Hetimi ka zbardhur gjithashtu se Erviz Berberi ka qenë personi që ka orientuar shtetasin grek Johannes Kirkinezis që të bashkëpunojë me administratorin e shoqërisë shqiptare Net Group, Walter Begaj, për të krijuar një marrëveshje bashkëpunimi dhe për të marrë pjesë në procedurën e prokurimit. Pra, në mënyrë të përmbledhur, kompania Hill International, pasi u pagua nga Bashkimi Evropian për të këshilluar qeverinë shqiptare se si të kryente projektet dhe prokurimet publike, pasi këshilloi se si duhet të viheshin kriteret, hartoi vetë procedurat, në fund u fut edhe vetë në garë, së bashku me kompaninë e drejtorit të ARSH Erviz Berberi dhe Walter Begajt për të fituar të njëjtin tender. E duke supervizuar punimet, kompania e drejtorit të ARSH, së bashku me kompaninë e paguar nga Bashkimi Evropian për të ardhur në Shqipëri, harruan të konstatonin mungesën e urës. Hill International, sipas kontraktimit nga Bashkimi Evropian, duhet të ishte në Shqipëri si konsulente e qeverisë shqiptare, por duket se paratë e taksapaguesve shqiptar janë parë si një mundësi e mirë biznesi, shtuar dhe bashkëpunimin e ngushtë me drejtuesit e institucioneve që i jepnin këto fonde. Supervizimi i tunelit të Llogaras nuk është i vetmi tender që Hill International ka fituar, po nga autoriteti rrugor shqiptar në drejtim International rezulton të jetë fitues edhe një tjetër tenderi të dhënë nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit. Sipas njoftimit të datës 25 teti 2021 nga FSHZ, kjo kompani së bashku me shoqërinë Civil Cons kanë fituar tenderi në vlerë 245.000 euro për supervizimin e punimeve për integrimin urban në Bashkinë Gjirokastër. Mbetet e paqartë se si kjo kompani, e cila në vitin 2019 përzgjidhet nga Bashkimi Evropian për të dhënë asistencë në fushën e infrastrukturës për një periudhë 3 vjeçare, përfundon të jetë përfituese e miliona eurove nëpërmjet tenderave apo në fushën e infrastrukturës, të dhëna pikërisht nga institucionet me të cilat bashkëpunonte. Në rastin e tunelit të Llogaras, situata është edhe më flagrante, pasi Hill International ka qenë e përfshirë me konsulencën e saj, që nga DST e projektit deri tek DST, dokumentet standarde të tenderit, 190 milion euro, e në fund fiton tenderin për të monitoruar të njëjtat punime. Për këtë, SPAK
ka marrë në pyetje edhe administratorin grek të kompanisë Ioannis Kirkinezis. Ky i fundit ka qëndruar mbi 6 orë në SPAK duke dhënë shpjegime dhe pas përfundimit të orarit zyrtar madje, prokurori i çështjes Dritan Premçi është kujdesur që dëshmia e grekut të ndërpritej dhe më pas ka vijuar ditën tjetër. Kirkinezis ka bashkëpunuar me prokurorin duke treguar të gjithë dinamikën e plot që quan atë dhe Net Grupin e Walter Begajt në fitimin e kontratës prej 2 milion euro për supervizimin e punimeve të tunelit të Llogaras. Ai i ka pohuar hetuesve të BKH-s dhe prokurorit Premçi të gjitha marrëveshjet që ka bërë deri në vitin 2021 e në vijim me Walter Begajt të Net Group, që tashmë ndodhet në burg si dhe biznesin me drejtorin e ARSH, Eviz Berberi, që sipas pagesave të BE-s duhet të shërbente si këshillues e jo si ortak në përfitimin e tenderave. Sipas dokumentave zyrtare të sekuestruara tashmë nga SPAK, kompania Hill International e inxhinierit grek dhe Net Group e Walter Begajt në total ka përfituar në 14 transaksione të bëra nga Ministria e Infrastrukturës 2 miliard lek, apo rreth 2 milion euro. Emisioni Plug i është drejtuar zyrës së Bashkimit Evropian në Tiranë dhe zyrës së OLAF, ku ka kërkuar të informohet nëse kjo kompani është në kushtet e konfliktit të interesit dhe nëse OLAF gjatë auditimit i ka konstatuar apo hetuar këto indicie në lidhje me kompaninë Hill International, e për më tepër që në krye të herës konsulenca objektive dhe e pavarur e kësaj kompanie është reklamuar nga kryeministri Edi Rama si ndërkombëtarizimi i projekteve infrastrukturore. Për këtë projekt që sot vjet në garë ndërkombëtare, ne kemi angazhuar një kompani globale konsulence, kompaninë Hill International, që ka punuar me ne duke na sjellë të gjithë eksperiencën dhe dijen e paçmuar që nuk e kemi në institucionet e këtij vendi, ku u bë mod të bëheshin projekte rrugëve dhe të ndërtoheshin rrugë që liheshin rrugëve.